Komisioni i Shëndetësisë kishte parashikuar këtë të mërkurë një seancë dëgjimore për shëndetin e gruas dhe për dhënien e sugjerimeve si nga instancat kryesore të shëndetësisë, po ashtu edhe nga shoqëria civile, por u kthye në një kërkesë llogarie. Nga njëra anë, shoqëria civile dha sugjerime për ringritjen e një grupi pune për menaxhimin e strategjive për kancerin e gjirit. Nga ana tjetër, deputetët ngrinin pikpyetjen se çfarë ka ndodhur me projektet. Grupi jon ka rekomanduar ringritjen e një grupi pune, i cili ka qenë pak më përpara. Ne shpresojmë që ai të ringrihet dhe të bëjë menaxhimin dhe koordinimin dhe të rishikojë edhe një herë planin kombëtar të kontrollit të kancerit. Unë sigurisht secila vetë raporton atje ku edhe ju miratojnë projektet. Çfarë nuk ka funksionuar? Pse duhet ringritur kjo strukturë nga e para, që është ngritur në 2009-ën? Thoni që duhet të raportojnë, ku të raportojnë këto? Ku e kanë për detyrë funksionarët të raportojnë? Se po tjetë për të raportuar, duhet vinë të raportojnë këtu, në kuvend. Çfarë bëhet në projektet? Sepse praktikisht organizmat ndërkombëtar dhe mjaft agjensi, duke filluar nga OKB-ja, por dhe agjensi të tjera, kanë patur vëmendje në gjithë këto vite ndaj Shqipërisë. Kanceri i gjirit dhe kanceri i qafës së mitrës janë dy kërcënimet kryesore të jetës së gruas. Shefja e kimioterapisë në QSUT tha se është e nevojshme të rriten fondet për kimioterapitë, pasi në shumë raste gratë detyrohen të blejnë vetë medikamentet. Ka shumë për të bërë në drejtim të rritjes së kostos. Pse? Sepse nga viti në vit ose më saktë nga muaj në muaj bëhen zhvillime të reja të preparateve të trajtimeve sistemike.